Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetet 6 deri në ajetin 8 të surës Al-Infitar, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. O njeri, që të mashtroj ty ndaj Zotit tënd bujar, i cili të krijoi ty, të dha përmasa të rregullta dhe të harmonizoi, dhe që të ka mbrojtur në çfarëdo forme që ka dashur. Sa reale dhe sa kuptim plot janë këto ajete me realitetin e sotëm, ku shohim se shumë njerëz jetojnë larg krijuesit të tyre për shkak të mashtrimeve të ndryshme. Kuptimi i fjalës al-ghurur që përmendet në ajet është çdo gjë që e mashtron dhe e gënjen njeriu për ta larguar nga krijuesi i tij. Në Kur'an, si mashtruesi e gënjeshtari më i madh për njeriu përmendet shejtani i mallkuar. Këto ajete, pra ajeti 6 deri në ajetin 8 në surën Al-Infitar, përmbajnë një thirrje të fuqishme për vetëdijësim, falënderim dhe kthim tek Allahu fuqiplot. Në këto ajete, Allahu i drejtohet njeriut me një pyetje që prek zemrën dhe ndërgjegjen duke i thënë: O njeri, ç'të mashtroi ty ndaj Zotit tënd bujar, i cili të përsosi, cili të krijoi, të përsosi dhe të harmonizoi, si dhe të dha çfarëdo forme që deshi. Në këto ajete Allahu i madhëruar ja kujton njeriut se kush e krijoi, kush ja dha formën, kush e ndërtoi trupin dhe shpirtin me harmoni, dhe kush i dha pamjen, aftësitë dhe karakteristikat që posedon. Kjo pra është një bujari e madhe e Allahut fuqiplot për njeriu. Prandaj pra ajeti thot: ç'të mashtroi ty ndaj Zotit tënd bujar, sepse të bujaroj të dha gjithçka që dëshiron. Megjithatë, pra edhe pse Allahu i ka dhënë gjithçka, megjithatë njeriu shpesh bëhet i pakujdesshëm ndaj krijuesit. Ai bie në mëkate, në mendjemallësi dhe në harres. Prandaj Allahu në këtë ajet pra e pyet: çfarë të mashtroi? Çfarë të bëri të largohesh nga bindja dhe mirënjohja ndaj Zotit tënd? Edhe këto ajete, si të gjitha ajetet e Kuranit, përmbajnë mesazhe dhe mësime që janë të vlefshme për të gjithë njerëzit, në çdo kohë dhe në çdo vend, sepse Allahu
është krijuesi i njerëzve në çdo kohë dhe në çdo vend. Dhe Kurani është fjala e Allahut. Dhe Allahu e ka zbritur për të mirën e mbar njerëzimit dhe jo vetëm për muslimanët. Prej mësimeve dhe mesazheve kryesore, sepse përmbajnë shumë. Ne do të përmendim sot 6 mësime, mesazhe nga këto ajete të begata. Mësimi i parë, mashtrimi më i madh është harresa e Allahut. Ajeti nuk thot kush të mashtrojë, por thot çfarë të mashtrojë, çfarë të bëri të mashtrohet. Dhe kjo frazë, çfarë të mashtrojë, përfshin pra dynjan, epshin, shejtanin, pasurinë, forcën, rinin, ose shpresën e rreme se njeriu mund të jetojë pa llogari. Pra të gjitha këto e bën njeriu pra të mashtrohet dhe të largohet nga krijuesi. Pra e para është dynjaja, e dyta është epshi, i treti pra shejtani, pasuria, pra ai që ka pasuri harron krijuesin pra. Është forca, ai që ka fuqi, forcë harron që ka një krijues, që ka krijuar. Po ashtu edhe rinia, me euforinë e saj, me energjitë e saj, e bën njeriu të mashtrohet dhe të largohet nga krijuesi, nga dhënësi i kësaj fuqie, i kësaj energjie. Njeriu ndonjëherë mashtron veten e vet me mendimin se Allahu është falës dhe vazhdon në mëkate pa pendim. Mirpo, që Allahu të falë o njeri që thua se Allahu është falës dhe vazhdon në mëkate, në Islam përmenden disa kushte dhe hapa të rëndësishëm që Allahu të falë, të mëshirojë. Vërtet, Allahu pra është shumë falës dhe mëshirues, por falja e tij lidhet me sinqeritetin dhe kthimin e vërtet tek ai pra tek Allahu. Dhe kushtet kryesore që Allahu të falë janë pranimi i gabimit dhe pendimi i sinqert. Pra njeriu duhet ta pranojë mëkatin dhe të ndjejë keqardhje të vërtet për atë që ka bërë. Pendimi vetëm me fjalë nuk mjafton, pa pendim me zemër. Kushti i dytë është largimi nga mëkati. Duhet ta ndaloj mëkatin dhe të mos vazhdoj më ata. Pra mos vazhdoj të bëj mëkat, nëse thua Allahu të falë. Nuk ka kuptim të kërkoj falje ndërsa vazhdon me vetdije në të njëjtin gabim dhe faj. Dhe kushti i tretë, vendimi për të mos u kthyer më në atë mëkat. Njeriu duhet të ketë vendosmëri të sinqertë dhe të fortë që të mos e përsërisë mëkatin, edhe nëse më vonë do psohet përsërit. Kushti tjetër është kthimi i të drejtave njerëzve që nëse atyru ka bërë pa drejtësi. Nëse pra mëkati lidhet me të drejtat e njerëzve si pa drejtësi, shpifje, vjedhje, përgojim apo borxh, duhet të kërkoj halallëkun ose të akthej të drejtat. Te kushti i fundit është pendimi para se të vijë vdekja ose dita e gjykimit. Pendimi pranohet derisa njeriu është gjallë dhe dera e pendimit është e hapur. Sa po të mbyll syt dhe të kaloj nga kjo jetë, nuk ka pranim pendimi. Prandaj le të jemi të kujdesshëm. Të mos na bëj dynjaja të harrojmë Allahun. Të mos na mashtroj shejtani
të mos në mashtroj pasuria, as fuqia, as pushteti, as shpresat e rreme që të harrojmë krijuesin. Të jemi të vetëdijshëm, të vëmendshëm në jetën tonë dhe të jemi të lidhur me krijuesin e plot fuqishëm. Mësimi i dytë që mësojmë nga këto ajete është Allahu e përshkruan veten si bujar para qortimit. Allahu mund të thoshte ç'të mashtrojnë ndaj Zotit tënd të fuqishëm apo ndëshkues. Por Allahu thot Zotit tënd bujar, pa ç'të mashtroj ndaj Zotit tënd bujar. Dhe kjo tregon butësinë dhe mëshirën e Allahut, dhe se mosbindja ndaj Zotit kaq bujar është më e rëndë. Sigurisht që kjo thënie, pra, kur thot Allahu, që të mashtroj ndaj Zotit tënd bujar, kjo prek zemrën e besimtarit, i cili gjithmonë thot, si mund të harrohet ai që më dha gjithçka. Ai që më dha jetën dhe më pajisi me gjithçka që më nevojitet në këtë jetë. Më ka dalluar nga krijesat e tjera dhe më ka lartësuar dhe më ka fisnikruar. Mësimi i tretë është njeriu është krijuar me urtësi dhe harmoni. Dhe njeriu nuk e ka prardhje nga majmuni. Por fatkeqësisht njerëzit nuk e njohin veten e tyre, që të arrin të njohin edhe krijuesin e tyre. Ajeti 7 për kësaj, për ajeteve në fjalë, thot i cili, pra Allahu të krijoi ty, të dha përmasa të rregullta dhe të harmonizoi. Sa e mrekullueshme për këtë thënie. Ajeti përmend 3 etapa. Etapa e parë është krijimi, pra krijimi i njeriut. Ekzistenca e tij nga asgjëja. Këtë sqaron ajeti i parë në surën Insan, në të cilin Allahu i madhruar thot: "Vallë, a nuk ka kaluar një periudhë kohore kur njeriu nuk ka qenë qenie e denjë për t'u përmendur?" Pra nuk ekzistonte. Pra ky ajet na thot se njeriu duhet të kujtoj origjinën dhe pafuqinë e tij, sepse ka qenë një kohë kur ai nuk ekzistonte fare. Por krijuesi fuqiplot dhe i urtë bëri që ai pa të ekzistoj, e krijoi dhe e solli në këtë jetë. Prandaj njeriu nuk duhet të bëhet mendjemadh, por të jetë mirënjohës ndaj Allahut për krijimin dhe begatin që i ka dhënë. Etapa e dytë që përmend ajeti është përsosja e formës, që ka kuptimin e pajisjes së njeriut me organet, gjymtyrët, mendjen, shqisat, sistemet e ndryshme të trupit. Në trupin tonë zakonisht përmenden 11 sisteme të ndryshme që gjenden në të. Sistemi skeletor, kockat dhe struktura mbështetëse e trupit, sistemi muskulor, muskujt dhe lëvizja, sistemi nervor, truri, palca kurrizore, nervat, sistemi i qarkullimit të gjakut, zemra dhe enët e gjakut, sistemi respirator, mushkrit dhe frymarrja, sistemi tretës, stomaku, zorrë, tretja ushqimit, sistemi urinar, veshka dhe eliminimi i mbetjeve në trup, sistemi endokrin, pra hormonet dhe gjëndrat, sistemi riprodhues, sistemi limfatik, imunitar, pra mbrojtja e trupit, sistemi i lëkurës,
Pra lëkura, flokët thojnë, të gjitha këto sisteme, në çdo kohë, në çdo situatë, punojnë dhe funksionojnë në formë të përsosur, në balancë dhe në përshtatje perfekte në trupin e njeriu. Kur njeriu është në lëvizje, këto sisteme punojnë. Kur është i ul, sistemet të gjitha këto 11 sisteme punojnë. Kur është i shtrirë, të gjithë sistemet punojnë. Kur është në gjumë, të gjithë punojnë, funksionojnë. Vallë, të gjitha këto sisteme, a nuk e ka një krijues të urtë, të plotfuqishëm, të gjithditur? Sigurisht që po, sepse natyra e verbër apo materia kur nuk mund të krijojë pra një krijesë kaq perfekte, kaq të lartë siç është pra njeriu. Pra me gjithë këtë përsosmëri që gjendet në trupin tënd o njeri, ç'të mashtroj ty ndaj Zotit tënd bujar. Mësimi i tretë, ose më falni, etapa e tretë që përmend ajeti është harmonizimi, i cili ka kuptimin e pranisë së balancës dhe përshtatjes perfekte mes pjesëve të trupit dhe shpirtit. Pra çdo gjymtyr, çdo pjesë, çdo sistem, ai kryen funksionin e tij, nuk ndërhyn në funksionin e tjetrit. Ashtu i ka ndarë krijuesi. Si shikojmë që dielli, hëna, yjet notojnë, lundrojnë në ato vendet e caktuara, në orbitet e tyre të caktuara nga krijuesi, gjithashtu edhe sistemet që gjenden pra në trupin ton funksionojnë pra në balancë dhe në përshtatje perfekte. Çdo pjesë e njeriut është shenjë e urtësisë së Allahut, krijuesit fuqiplotë të gjithditur. Por shumica e njerëzve janë të paditur, janë të pavëmendshëm, janë të mbuluar nga gafleti, janë të mashtruar nga dynjaja, nga grumbullimi i pasurisë, u janë verbuar sytë e zemrës nga zbukurimet e kësaj dynjaje mashtruese. Dhe shejtani i tërheq përmunde dhe i çon aty ku dëshiron. Dhe në fund fare i braktis. Fund fare, kur gjithçka do të marrë fund, edhe shejtani do të thotë atyre ndjekësve të tij, mos më fajsoni mua, po fajsoni veten tuaj. Dhe ky është një mësim mjaft i madh për të gjithë ata që pra ndjekin mashtrimet dhe gënjeshtrat e shejtanit të mallkuar. Mësimi i katërt që mësojmë nga këto ajete të begata, pra ajeti 6 dhe në ajetin 8 në surën Infitar, është forma dhe personaliteti i njeriut janë zgjedhje të Allahut fuqiplot. Ajeti thotë dhe të ka mbrujtur në çdo formë që ka dashur. Dhe këtu përfshihet gjinia, pamja, zëri, aftësitë, karakteristikat, të cilat janë pjesë e urtësisë së Allahut. Dhe kjo i mëson njeriu që të mos jetë pra mendje madh për bukurinë. Pra të mos jetë mendje madh për bukurinë, veçanërisht tek femrat. Dhe mos e shfrytëzojmë bukurinë në mëkate. Të mos përçmoj të tjerët dhe të jetë i kënaqur me caktimin e krijuesit Allahut fuqiplot dhe të urtë. Mësimi i 5, trupi i njeriut është argument për ekzistencën e Allahut fuqiplot. Këto ajete ftojnë në medititim. Si funksionon zemra? Si sheh syri?
si mendon truri, si bashkëpunojnë miliarda qeliza. Në fund të meditimit a del konkluzioni se kjo harmoni nuk është rastësi, por shenjë krijuesi të plot fuqishmit, të urtit dhe të gjithdijshmit. Mësimi i 6: njeriu duhet të jetë falënderues dhe i përulur. Kur njeriu kupton se nuk e krijoi vetveten, nuk e zgjodhi lindjen e tij as formën e tij, atëherë ai largohet nga mendjemallësia dhe në të lind përulësia, falënderimi dhe bindje ndaj krijuesit, Allahut fuqiplot. Këto ajete sikur i thon njeriut: o njeri, shiko sa shumë të ka dhënë Allahu. Të dha jetën, të dha formën, mendjen, zemrën, syrin, dëgjimin, fuqinë, ndjenjat e të tjera mirësi. Atëherë, ti pse largohesh prej tij? Çfarë të mashtroj që të mos i bindesh, të mos i besosh dhe të mos e falenderosh për Allahun krijuesin tënd? O njeri, mos u mashtro nga kjo botë dhe mos u mashtro nga shpresat e rreme që të bëjnë të praktikësh adhurimin dhe pendimin. Ji i vëmendshëm se ka një ditë llogarie të vërtetë. Në atë ditë do t'japim llogari për gjithçka që kemi bërë. Në atë ditë do dalim para krijuesit bujar të plot fuqishëm dhe do t'na pyes për gjithçka. Dhe do japim përgjigje, do japim llogari për të gjitha mirësitë që Allahu na ka dhënë. Këto pra ishin 6 mësime prej mësimeve të shumta të këtyre ajeteve të begata. Por si ti zbatojmë këto ajete për në jetën tonë të përditshme? Sepse siç e dim, Allahu e zbriti Kur'anin që të lexohet, të kuptohet dhe të zbatohet në jetë. Allahu nuk e zbriti Kur'anin që të mbahet në shtëpi për bereqet apo në makinë për mbrojtje. Ai pra, Kurani është libri i jetës, që do të thotë se ai është busulla më e mirë për jetën dhe udhëzuesi dhe udhërrëfyesi më i mirë në jetë. Prandaj është detyrë jo vetëm e muslimanëve, por e të gjithë njerëzve që ta lexojnë, ta kuptojnë dhe ta zbatojnë Kuranin në jetën e tyre, sepse Kurani është libri i krijuesit të gjithë njerëzve dhe Allahu e ka zbritur për të gjithë njerëzit. Kurani është libri përmbyllës të gjithë librave qiellor. Dhe pas Kuranit nuk vjen libër tjetër nga Allahu fuqiplot. Këto 3 ajete në surën Al-Infitar duhet të zbatohen në këtë mënyrë. Të meditojmë më shumë mbi krijimin tonë, të falenderojmë Allahun për trupin dhe shëndetin, të mos mashtrohemi nga dynjaja e as nga shejtani, të mos i përdorim mirësitë e Allahut në mëkate, të kemi turp nga mos bindja ndaj Zotit kaq bujar, të shtojmë adhurimin dhe përulësinë dhe të qëndrojmë larg arrogancës dhe mendjemallësisë. Këto ajete zgjojnë ndërgjegjen e njeriu dhe e kthejnë zemrën nga krijuesi i saj. Në ajetin 33 të surës Luqman, Allahu na paralajmëron dhe na porosit duke na thënë: "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur." Prandaj mos e lini jetën e kësaj bote t'ju mashtroj dhe as djallin mos e lini t'ju mashtroj për Allahun. Në përfundim, thirrja e Allahut për ne është: o njeri, s'të mashtroj ndaj Zotit tënd bujar. Kjo thirrje është një ftesë
për vetë reflektim dhe zgjim shpirtëror. Kjo thirrje na kujton se begatit, mëshira dhe durimi i Allahut nuk duhet të na largojë prej tij, por të na afrojë më shumë me bindje, mirënjohje dhe devotshmëri. Lumturia e vërtet gjendet tek kthimi i sinqert drejt Allahut dhe tek përgatitja për takimin me të. Qofshim për atyre që janë të vetëdijshëm, për atyre që e kujtojnë krijuesin, e madhërojnë, e falenderojnë dhe e adhurojnë atë. Allahu na ndriçoft jetën dhe zemrën me dritën e Kuranit. Allahu ju ruaj ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.